ne mbrallë parë, si gjithë ish-vendet komuniste, do të luftojmë shumë me çështjen e identitetit, me faktin që u punua shumë për 40 vite, 50 vite, që të ndërtohet njeriu i ri që i vjen marrë për identitetin e vet, janë gjëra që kam treguar edhe herë tjera. Dhe këtu fiks thelbi qëndron dhe gabimi qëndron edhe investimi të armën i gabuar qëndron tek fakti që quhen turizëm bëreko. Të ketë gjuar ti ne francezë thonë turizmi i bagetit. Unë kam parë amerikan që marrin bagetin dorë. Ke gjuar ti italian ose napoletan që thonë turizmi i picës duke përçmu, na kanë ardhur turist picët? S'kam gjuh. Donë që në thelb, tu kemi problem thelbit. Nuk është çështje elitet i lirë apo i shtrejtë, që s'do na me investu që të kemi klientë të tjerë. Ne na duhet më parë të fillojmë me një projekt kulturor, identitar, që ju tregojmë se kush jemi ne. Dhe për mua këtu është krejt thelbi fillon ke kish kuptimi. Mua më thon, unë jam i suksesshëm tek agroturizmi im. Unë jam një djalë që në 2013 kam pas artikull të Vogue. Jo sot. Në Vogue nuk përfundon që je katonar i lodhën, por përfundon sepse ke projekt kulturor mbrapa. Kështu që unë ndoshta nuk e kam në çmime prestigjioz projektin tim, por projektin tim e kam prestigjioz. Kam qenë në paktë që jam cituar shumë herë tek Financial Times dhe gjithë këto për punën time. Domethënë që është prestigjioze, që është e shtrejtë, nuk e vendos vetëm çmimi, e vendos thelbi. Dhe nëse ne nuk marrim kurajon të diskutojmë për thelbin dhe ku i kemi gabimet tona, sepse në miku im Zaku duke fol, pat ke sepse ky i përket një kohë që ky e ka vujt ushqimi si shumë tonë, edhe unë vetëm rrim 82-shin, na shkëlqyn syt kur pam për herë parë picat dhe spagetit dhe gjëra të natyre, dhe ky akoma vazhdon e tha, dhe tani tha, ne tha në hotel ta shërbejmë pica, shërbejmë gjana, tha ndërkohë tha që jashtë ta shkojnë e marrin byrek. Domethënë, këtu kemi problem me thebin. Hajde ta shtjellojmë seriozisht, të flasim pak për turizmin elitar dhe si mund ta ndryshojmë të vërtetë nëse dona që mos na kthehen më. Fakti që nuk po na kthehen dhe po na vinë turistat të lirë, do të thotë që ne kemi investuar kështu gjithë bashkë. Kemi investuar gjithë fajet e kemi gjithë bashkë dhe këtu nuk diskutohet që mund ta bëjë një manovër shtetërore, sikur e dëgjova parë se ka një projekt shtetit. Partia dhe shteti nuk të sjell turistin elitar këtu. E sjell iniciativa lirë dhe personat që investojnë. Shteti do bëjë infrastrukturat, klientin e sjellim ne. Zaku e tjerë. Domethënë kjo është për mendimin tim thelbi i gjithë diskutimit dhe po prapë se prapë unë shoh që është e kotë, ne pos prekim pikën zero dhe do kemi filluar të kemi edhe dekadencë më keq se kaq, sepse ne nuk do ta mësojmë dot. Për momentin ne nuk mund të kemi as satelit të mirë Malinezi. Malinezi është një nga ato vende që pse kjo diferencë? Jemi praktikisht po është pak më para se ne, është hapur pak më para se ne, prapë se prapë ato kanë bërë gafa me shumicë. Sot po të shkosh në restorantet e tyre kanë gjithë vetëm vera malazeze. A kupton? Janë pak më para se ne. Ne akoma krenohemi për Pinot Grigio. Pra ka të bëjë me kosciencën. Po pak a shumë po nuk është se janë shumë përpara. Nuk mund ta marrësh si satelit pozitiv Malinezi për mendimin tim. Unë mendoj se satelit pozitiv në turizmin janë tjerë që do të shohim ne dhe jo Malinezi. Ka mund të jetë Kroacia se gati a hollit bëj turizëm cilësor. Tani e ke plot me amerikan, mund kesh slovenët. Ato për mua janë shembujt për cilët do marrim dhe se si ata nga një turizëm pa identitet, e kuptuan ku e kanë gabimin dhe kanë filluar të investohen fuqishëm tek çfarë kanë tek burimet e tyre, kulturore, njerëzore, gastronomike, gjitha ato që kanë duke ja servir në pjatë argjendit klientit që vjen duke thënë që një gjok ne jemi kroat. Unë do të ndalem edhe tek një pjesë të statusit tuaj. Unë s'dua t'i futem analizës së holl, por dua të them që unë kam